E me jo vetën juve, a dini ku i bjen komuna e Junikut, a dini me më kallëzu. Juniku është një komunë e vogël afër Gjakovës që ASK po thotë i ka rreth 4000 banor. Për këta 4000 votues, kryetari aktual Urxhi Shehu i ka bërë 35 premtime. Ndoshta që komuna më e vogël, po ai ka mbajt 29 premtime, 2 ka të filluar edhe veç 4 nuk i ka filluar hiç. Çeto janë fusha që janë shpërndar premtimet e tina. E 4 premtimet e pambajtura janë këto: hapja e një drejtimi në gjimnaz në fushën e agrikulturës edhe turizmit në Arsim, ndërtimi i shtigjeve për skijem dhe teleferikut në zonën e Gjeravicës në shërbime publike, edhe ndërtimi i fushave të futbollit edhe të palestrës të re në fushën e sportit. Urxhi Shehu i ka mbajt 83% të premtimeve. Tash sa u bën në 30 sekonda? Ç'a më fol tjetër ta mbrinë në 1 minutë se bajat. Nëse që videove shohin 50.000 veta, dyshoj që ka me kone e kush i Unikut me na kallëzu a janë të kënaqur me punën e kryetarit. Po në vend tyne kallëzom në jo tjertë, a ka nevojë me pas që ka shumë komuna me kaq pak banor. Për shembull, komuna e Parteshit, kryesisht me popullsi serbe, i ka veç 1700 banor. Nëse se ke shtoj marrë të shembull, po komunat e vogla kanë kryesisht me popullsi shumë të serbe, kështu që po besoj po kuptohemi pse. Hiç mos komentoni, mos japni asnjë mendim, veç kallëzom në cilën komunë kishi pas çfarë po nesër e shihemi nesër.